A je martume? Jo, s'jam e martume, po e jetoj jetën se... Nëse të kisha në shansë, a ishe martu? Më varet, ajo është relative. S'ka mashkull ideal. Për mu është mbyll ajo epokë që ka qenë dikur. Unë për ty të shijoj jetën. Në moment të paharrueshëm që e ki. Konat për para. Cila u në moment që se harroj? Që se harroj? Mëj me thonë falë ndoshta për para kur më konë në 20 vjetë. A e kishe këthy moshën 20 vjeqare? Jo, se e kom përjetu. Cili u konë në moment moshën 20 vjeqare që e mon halon me? Kom dalë se kom pas shninë është solidarizume shumë. E ke dalë? Kom dalë tepër. Ne për para e kemi pas kurizin, edhe ajo ku ka qenë për neve artë. Tash, a je martume? Jo, s'jam e martume, po e jetoj jetën se merrna me arte, me... A je në lidhje? Jo. Nëse të kisha në shansë, a ishe martu? Më varet, ajo është relative. Cile i shkon mashkulli ideal për ty? S'ka mashkull ideal. Cilat janë 3 gjona që ty pëlqen mas shumë ti të një mashkull? Po do të njeri me qenë. Vetë njerin e bën një eksperiencë tjetës edhe e kupton që nuk ka të bëj deri te... Çka kishe ndryshu që tash më thënë këto vite? Me qenë njerëzor. Me qenë njerëzor. E cili u konë momenti ma i keq për ty? A e kena moment të keq? Momenti ma i keq është tash teknika që i ka plasarit rrjetet sociale, mas shumë të falë, rrjetet sociale për momentin. Teknika ka ekzistu realisht, sepse i ka bo shumë egoista, i ka bo shumë dëvetjaka, i ka bo dëvetmum, prej trunkut familjes realisht. Po mendon që nuk janë më njerëz Jo, s'është më që ka qenë ajo, fatkeqësisht s'ka më ajo që ka qenë. është mbyll ajo epokë, për mu është mbyll ajo epokë që ka qenë dikur, po jeta vazhdojmë tutje. A mendon që ishe knoq njëjti që tash mi pas 20 vjetë si atëherë që ishe knoq? Jo, se ti e përjeton në kohën tonë dhe nuk mund është ti me përjetu kohën në falë më kësy, në kohën edhe njere, jo, se nuk jenë e gjeneratës këta që po e përjetojnë kësaj kohë. Jo, nuk e mendoj, është gjithçka e kohës. Me thonë, du të me përjetu njeri çdo minut, çdo sekund që thojmë. Nuk ka mërzit, nuk ka dushme me thonë vetit shumë knaq. Cila shkon këshilla që javë këshe vajza dhe treja me shiu jetën? Me punu. Këto që po studiojnë me studiu. Jo mu marrë me këto me rrjetet sociale, po me studiu, me punu, me qëtë pa varuna. Po mendoj, qka nuk funksionon, jeta vazhdon, është e omëll, është jeta me... Edhe mandina këtu ta shë kanë malduksin e maldë, se sa ne që kemi pas për para, pa viza, e kanë ma shumë se ne për para kemi pas vizat pak ma problem. Mundet me shëtit, se shëtitja ja hapë ma shumë trunin, ka ma shumë... liberalizu vizat, ti a ke dollë me shëtit? Unë e kom shëtit shumë. Në cilin vendi konë? Kryesisht Evropën, pjesën lindore. Ku të ka pëlqy mas shumë ti? Unë e gjithka kom shiju, nuk kom dalim në vendet të huaja, ka gjithkun minus plus, po kom shëtit kështu. Ideja është për me pa diçka mirë, është me kuptu që thelbi i njerëzve është gjithkun në njerëzit, nuk ka dalim, njerëzit lindin dhe vdesin njësoj. Veç që ne për fat keq jemi ende të izoluar. Do të pak ma tepër me shëtit. Faleminderit shumë për te kalëmi.